Arsye për rikonstruimin e qeverisë kishte edhe në bllokun politik maqedonas, por edhe në atë shqiptar, tha në emisionin On Time në televizionin Koha analisti politik Florian Nesimi. Sipas tij, BMRO DPMN-ja kishte piketuar ministrin e shëndetësisë, kurse arsye tjetër përmendi përplasjet Miloshovski-Filkov, tentativën e Vlenit për të marrë ministrinë e drejtësisë dhe, siç thot, ai situatën absurde në të cilën është gjetur Vlen në qeveri. Dy ministra të cilët ishin të emëruar nga Vleni, shumë shpejt u larguan nga Vleni, si që ishin Arben Fetaj dhe Fatmir Limani, dhe në këtë aspekt mendoj se Vleni ka qenë mangut në kabinetin qeveritar, dhe gjithsesi atyre ky rikonstruim u ka ardhur shumë mirë, plus kësaj Vleni momentalisht ka 5 ministri, ndërsa me rikonstruimin do të merr 6 ministri. Ajo që është, të them, pozitive, është Ministria e Drejtësisë, për shkak se të gjithë e dim atë problemin të cilën e kanë studentët e drejtësisë me dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, dhe ne vetëm mund të shpresojmë se Ministri i ri i Drejtësisë do të qaset më seriozisht kësaj teme dhe besoj se shumë shpejt do të kemi një zgjidhje. Pastaj është edhe kjo çështja e Ministrisë së Kulturës, tek e cila e dim se shumë shkrimtarë dhe artistë shqiptar kanë shumë nevojë që projektet e tyre të financohen nga buxheti i shtetit, por gjithsesi mendoj se është një rikonstruim që ndodh në gjysmën e mandatit dhe mendoj se është i mirëseardhur. Sipas profesorit universitar Qanin Nuhiu, BMRO DPMN-ja prej ditës që ka marrë mandatin doli me 3 kërkesa kryesore: revidimi i marrëveshjes së Prespas, revidimi i protokolleve me Bullgarinë dhe revidimi i marrëveshjes së Ohrit. Ai thotë se për shkak se BMRO DPMN nuk arriti të prek në thelb këto marrëveshje, po bie besueshmëria e Mickoskit në elektorat. Marrëveshja e Prespas fare nuk ka mund ta prek. As që do mundje ndonjëherë ta prek. Që thotë një premtim nuk mund ta realizoj. Një pjesë e votuesve më poshtë, 1%. E dyta, protokolli me Bullgari nuk ka shku para, po nuk ka shku as poshtë, se është agent integruese evropian, është kapitulli i veçantë me Unionin Evropian, të gjitha pikat e protokollit me Bullgari. Ajo që ka deri diku ka arrit, me lup i ka kërku, të marrëveshja e Ohrit, ato që kanë mbet ku ka zbrastira ligjore, edhe aty ka intervenu deri diku. Edhe këtë e ka bërë disa raste me sukses. Mirë, po kjo nuk i garanton që ai të ketë reputacionin dhe rejtingu gjithë të altë ashtu si e ka pas gjithë të kalume të fundit. Prandaj dhe ju desh kjo rifreskim. Nga rikonstruimi qeveritar ka përfituar Vleni, thot analisti politik Florian Nesimi, duke i ilustruar ndryshimet e ministrave me largimin e 2 ministrave problematik për shqiptarët, Ivan Stojkovićin dhe Igor Pilkovin. Mendoj se nga ky rikonstruim partia që më shumë po përfiton është Vleni. Edhe përfiton sepse tani dy ministra të përfolur u larguan, edhe plus kësaj fiton edhe një ministri tepër, edhe ato kapacitetet e tyre, të quaj kapacitete administrative brenda kabinetit qeveritar, do të jenë presot e tutje më të forta. Dhe pasi bëhet fjalë tani për pjesën e dytë të mandatit, për 2 vjetorin e fundit, mendoj se Vleni tani duhet me këto pozicione më të forta që i ka, mendoj se në raportet karshi VMRO-s duhet tani të pozicionohet pak më tepër, pak më fort dhe të bëjë më shumë rezistencë. Pavarësisht të rikonstruimit të 1/3 së përbërjes qeveritare, profesori universitar Qanin Nuhiu nuk e përjashton mundësinë që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Është një konsolidim, mbas konsolidimit partijak të të dy krahëve të qeverisë, edhe Maqedon, edhe shqiptar, erdhi rada konsolidimit të qeverisë. Mos u habitni, nëse del një ditë bukur edhe thotë shkojmë zgjedhje parakohshme parlamentare. Jo detyrimisht është kjo, po mund të ndodhë. Do të thonë, por këto arsye që i përmenda, se nuk mund, nëse e vlerëson se i shkon rejtingu të poshtë, për arsye që i përmenda, që ka dalë zgjedhjet e kalume, zgjedhjet do kemi. Edhe analisti politik Florian Nesimi dhe profesori universitar Qanin Nuhiu në emisionin On Time në televizionin Koha u shprehën se me rekonstruimin qeveritar Vlen ka potencial që t'i bëj më shumë presione BMRO DPMN-s për çështje që i prekin shqiptarët, duke i cilësuar marrjet e Ministrisë së Drejtësisë dhe Kulturës si një përfitim për Vlenin, por edhe për shqiptarët.